Pysem dikur një diktaturë. Pas një muaji fushate intenzive, Shqipëria hyri në heshtje elektorale të shtunën për votimet, në të cilat mbi 3.7 milion qytetar do të zgjedhin të dielën për bërjen e re të kuvendit për 4 vjetët e ardhshëm. Në garë për 140 vende në kuvend janë 2046 kandidat nga 11 parti e koalicione. Kryeministri aktual, Edi Rama, e synon edhe mandatin e 4 në detyrë, me fokusin e përqendruar ka integrimi evropian. E rivali i tij nga Partia Demokratike, Sali Berisha, fushatën për rikthem në postin e kryeministrit e ka përqendruar te fusha e ekonomisë dhe te lufta ndaj korrupsionit. Por publicisti Fatos Lubonja në emisionin interaktiv të KTV-s nuk shpreh pritje për ndryshime pas zgjedhjeve, pasi siç tha, që ngardhja në pushtet e Ramës më 2013 në Shqipëri është shuar hapësira për konkurrencë të barabartë mes dy partive kryesore. Sot jemi në një parti shtet, nuk jemi më në këtë që thoni ju. Dhe një parti shtet që nuk kanë mend ta lërë pushtetin, sepse e gjithë puna që ka bërë Edi Rama gjatë këtyre viteve kryesore ka qenë pikërisht dobësimi, eliminimi i kundërshtarëve. Ai e kualifikoi të gabuar edhe qasjen e partive të reja më të vogla, të cilat i kanë hyrë garës, tek tha se ato do të duhej të bashkoheshin në një blok opozitar. Edi Rama jo të liberizën, po këdo që ka si kundërshtar dhe që e rrezikon, do ta eliminoj me sistemin që ka ndërtuar ku kontrollon gjithçka. Por megjithatë le të presim zgjedhjet, shikojmë se sa këto parti do të marrin vota dhe sa do të marrë Edi Rama vota. Unë kam frikë sepse unë jam dua rotacion, dua ndryshim, dua dhe që këto parti të fitojnë, që Edi Rama do të marrë më shumë se çka marr. Për votimet e së dielës është miratuar një sistem i ri zgjedhor, që përfshin një kombinim të listave të mbyllura dhe të hapura. Rreth 1/3 e listës së kandidatëve është e mbyllur dhe emrat janë të fiksuar nga kryetari, ndërsa 2/3 e tjera janë të hapura. Për emrat në listë të hapur nuk do të ketë prag. Këto janë zgjedhjet e 11 parlamentare që organizohen në Shqipëri, që pas rënies së komunizmit, e të parat në të cilat do të marrin pjesë edhe votues nga diaspora.